Eurodeputetët e Komisionit të Punëve të Jashtme u takuan me komisioneren e BE-s për zgjerimin Marta Kos. Gjendja aktuale e negociatave të zgjerimit, lufta e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës dhe politika e fqinjësisë së BE-s ishin ndër temat prioritare të programit aktual të punës së komisionit që eurodeputetët diskutuan me komisioneren Kos. Komisionera për zgjerim Marta Kos deklaroi se Bashkimi Evropian është gati për të antarësuar të paktën një vend kandidat me të drejta të plota. Kemi një mundësi reale që të sjellim një apo më shumë vende kandidate në vijën e finishit gjatë këtij mandati. Me Shqipërinë, kemi hapur tashmë 24 kapituj që vetëm në 2 muajt e fundit. Kemi parë përparim konkret dhe jam i bindur që do të shohim edhe më shumë arritje para përfundimit të këtij semestri. Disa vende kandidate e kanë kuptuar se momenti i ri për zgjerimin është serioz dhe po i zbatojmë reformat më shpejt se kur më parë, ka thënë Kos. Gjatë fjalës së saj në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian, Kos vlerësoi punën që kanë bërë vendet kandidate me reformat, duke theksuar se procesi do të bazohet në merit. Uniteti vjen edhe nga vlerat e përbashkëta. Kjo është arsyeja pse këmbgulim që procesi të bazohet në merit. Vendet kandidate duhet të zotërojnë reformat e tyre të ndërtojnë institucione demokratike të qëndrueshme dhe ekonomi të qëndrueshme. Në të gjitha këto, sundimi, ligji dhe vlerat themelore janë të panegociueshme, ka shtuar ajo. Vetëm disa ditë më parë gjatë një konference në Bruksel, Komisionerja për zgjerim deklaroi se Shqipëria do të hapë të gjithë kapitujt negociues brenda muajit qershor.